Rikthyen bashkë me #Gjesin, tani në skuadër një lidhje direkte, ku e kemi të ftuar përmes kësaj lidhje direkte aktorin Agron Kajtazi. Ai së fundi është pjesë e serialit Rrugët e Lirisë, një projekt që ka ngjallur interes mjaft madh, gjithashtu ai e ndon skenën edhe me vajzën e tij në këtë serial. Me Agronin kemi folur për rolin e tij në serial, për karrierën, për jetën edhe planet e ardhshme artistike. Për më shumë detaje, unë po i them mirëmëngjes Agronit nëse vish po më dëgjon. Mirëmëngjes edhe për juve, ju uroj një ditë të mbarë, dhe faleminderit për këtë mundësi të intervistës. Faleminderit shumë Agron edhe ty për kohën. Qysh je fillimisht, a je kështu person i mëngjesit që gjuhur gjithmonë mëngjes? Patjetër që zakonisht më ka bërë rutinë tash, thoja që pas bërë mirë drita në vazhdimsi jam i zgjuar. Edhe është një rutinë përhershme, përditshme që dalim, pim kafe bashkë me shok, miq dashamir, këtë ambientin tonë, bashkësinë tonë, lokalit Runikut, realisht komuna Skenderaj. Prandaj unë gjithmonë vazhdoj këtë rit të kafes, më mirë me thonë. Ja, kështu fillon dita ime, përndryshe aktivitetet e mia janë si të përhershme. Gjithmonë konsultohemi me organizatën e veteranëve të luftës, pasi që janë pjesë e organizatës, për ndonjë aktivitet. Dhe shfrytëzoj rastin që sot të përmend dhe të kujtoj ditën e dytë apo sulmin e dytë mbi familjen Jasharit që shënon 22 janarin e vitit 98, sulm ky që parapriu 5 dhe 6-7 marsit të epopejës të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Lavdi i përjetshme, komandantit legjendar dhe gjithë familjes Jashari, lavdi gjithë dëshmorëve të kokët të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Agron, kemi mund dalë pak edhe tek karriera jote si aktor. Së fundi u marrë pjesë në një serial mjaft veçantë, Rrugët e Lirisë, ku në këtë serial është bashkë edhe vajza juaj. Po du me ditë pak për këtë pjesë. Faleminderit shumë, po shfrytëzoj rastin të përmend dhe të falenderoj producentin Jeton Gjinoci dhe produksionin Donjeta, cilën ma dhanë mundësinë që të kem një rol, do të thotë në serialin Rrugët e Lirisë, një nga serialet më të shikuara në vend. Tani jem në epizodin e 65 dhe është një serial që do vazhdoj gjatë në rrugtimin e xhirimeve për shkak tematikës të ndjeshme dhe të gjerë që përfshin si tematikë e rëndësishme, e prekshme dhe njohur për ne që kishim moshë madhore në kohën e tranzicioneve nga ajo e kufimit deri tek liria, prandaj edhe emri i serialit e ka Rrugët e Lirisë. Vërtet është nder të kesh mundësinë ta luash një rol, pa marrë parasysh se unë nuk jam aktor profesionist, megjithatë e shoh një simpati të mirë teleshikuesve dhe gjërësisht do të thotë filmit Rrugët e Lirisë. Një këtë kohë ku marrë dhe vajzën e cila është një moshë e re, megjithatë ka një talent, një prirje të mirë. Është Amelina, vajza ime, që luan rolin e Gjylës në film. Dhe vërtet jemi tepër të kënaqur me atë shoqëni, me atë organizim, me atë produksion që ka një vullnet ashtë të madh, ashtë mirë, me një punë vërtet kolosale që pret shumë gjana ndjeshme të rrugtimit tonë, si kom, si shoqëni. Dhe mendoj, pasi jemi të kjo tematik, atëherë mendoj që ja vlen tepër shumë edhe rëndësia e jonë si aktor, po edhe rëndësia e produksionit dhe producentit që ka ideu këtë projekt, nga se kohë gjatë kemi vujt apo kemi qenë përmbushur me serialet huaja. Dhe gradualisht do të thotë teleshikues tonë kosovar dhe gjithkombëtar po kalojnë në seriale dhe në filma tonë shqip që bëjmë sado që ende nuk janë ato të arritjet e mjaftueshme apo përkraja institucionale për kinematografinë kosovare, megjithatë e shoh që trendi i rritjes shikueshmërisë tek serialet vendore është në rritje sipër dhe vërtet është kënaqësi kur ne tashmë shohim serialet tona dhe jo serialet e huaja, pa marrë parasysh se ato duhet shikohen. Megjithatë, serialet tona përmbushin pak më tepër televizionet, YouTube-n, programet tona shqiptare. Kemi nevojë realisht për seriale që tregojnë
për historinë tonë, se çka ka kalu populli jonë. Që po besoj edhe shumë kush prej aktorëve që merr pjesë në serial e ka kalu luftën, e din se çka ka përballu populli shqiptar. Po më intereson vajza juaj, e ka përjetu luftën apo është e lindur pas luftës? Ja, është e vajza është 15 vjeçe. Okej. Po është e vitit 2015. Megjithatë, kur të rritet në një ambient pranë një shtëpie apo pranë një familje që ka trashëguar diçka nga lufta, edhe mban kujtime të freskëta fizike, siç është vajza ime që ruan, apo ka një urinë e mjaftueshme për rrugtimet tona, qoftë si familje, qoftë aspektin e prindor, siç jamon ish ushtari i ushtrisë kombëtare të Kosovës, pra kam mbet me atë njohuri themelore të rrugtimeve tona. Ndërkohë, skenaret, producenti, ideatori përplotësojnë maksimum, nga se edhe vetë produksioni dhe familja tyne, familja Gjinovci, janë një nga familjet kontributuese të mëdha gjatë luftës, janë familje martirësh, janë familje dëshmorësh, dhe prandaj ata kanë idet tamam fikse të rrugtimeve tona, liris, nga se vetë kanë pagu me mundin, sakrificën dhe gjakun e vetë, prandaj e jep rezultatin tepër pozitive, nga se janë çdo gjë është e prekshme me ndjeshmëri dhe me ndërgjegje. Rrugtimi si film merr mjaft vëmendje të mëdha, shikueshmëri të lartë, natyrisht përkraja është minimale apo mund me thonë fare hiç nga kinotografia apo institucionet. E pse jeni mundu me kontaktu me institucionet shtetërore me lyp për kraje për serialin, realizimin e serialit? Unë po shpresoj që në të ardhmen këto do të ndodhin, megjithatë sa di unë, as sa konjuri, sepse kjo fush i takon më tepër produksionit dhe organizatorëve të filmit, megjithatë e di që deri sot asnjëherë nuk kanë marrë një mbështetje financiare apo çfarë të tillë nga mekanizmat shtetëror që janë pikërisht për këtë fushë. Ndërkohë ka sponsor dhe vazhdojnë të vinë ata si sponsor që bojnë reklamat e veta për mbështetje të filmit. Ndërsa xhirimet e serialit ku po i mbani, ku po i bëni më shumte? Kryesisht janë pjesën Drenicës në përfshatra të ndryshme, duke filluar nga shtëpia vetë producentit dhe produksionit ato në Marinë të Skënderajt, Makarmal në fakt, edhe vazhdojmë në Pollush, Likovciri dhe çatna përreth, ku gjejmë shtëpi të vjetra që i takon periudhave kohore në kohën ku po luajmë, sa di unë, do të thotë, ne jemi pranë në fillim vitet e 90-ta, 91, 2, 3, ato kur rrjedhin fillimisht celulat e para të ushtrisë kombëtare të Kosovës, aktivitetet që i kanë bërë vështirësi dhe gjithë sakrifica e njerëzve të parë që kanë marrë iniciativen apo kanë pas motivin e rrugëve të para të lirisë. Prandaj edhe filmi merr emrin si Rrugët e Lirisë, duke filluar prej asaj periudhe e do të dalim deri në mbarim kur edhe përfundon rrugtimi jonë për përpjekje për çlirim. Po. Ndërsa po xhirani një herë në javë apo më shumë det, çu keni ditët e xhirimeve? Zakonisht xhirimet janë në fund java. Deri tash kanë qenë 2 seriale, në cilat unë kam pasur nderin të luaj 2, njëra ka përfunduar para 2 javë, do të thotë ka qenë një serial tjetër, Dashuri e humbur, që ka qenë një serial i ditëve sodit, atë unë pas rolin e policit të Kosovës. Ai ka përfunduar me një shikueshmëri mjaft të mirë, me një ide dhe me një projekt mjaft mbreslënës, por tash e kemi vetëm në Rrugët e Lirisë, ku japu maksimumin, herë nuk mbrim ta përfundojmë brenda ditës xhirimin, edhe pse janë ekipe madhe, xhiruesve, kamerave. Ndodh që ndoshta edhe mes javë apo ndodh që të bëjmë edhe shtunë edhe diele xhirime që të arrijmë ta përfundojmë një minutazh caktuar për një epizod seriale. Agrano, më du me folë pak edhe për një pjesë shumë të rëndësishme e jetës tënde, se si një 16 vjeçar ke qenë pjesë e ushtrisë qërimtare të Kosovës.
ku po besoj kjo ka qenë një gjë shumë e rëndësishme në formimin tënd si njeri më vonë. Tregon pak për këtë përvojë tënde. Po, ka qenë derë, vërtet ka qenë derë, t'jepet mundësi atjesh në radhët të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në atë kohë vërtet kam qenë tepër i ri, por që vullnetin e ka pas dhe brumi gatuar i familjes, i rrethit, i njerëzve që më rrethonin, ka qenë i tillë që të nxis, sepse nuk mendoj që unë kam pas ndaj dhunëtri trimërore përveç dëshirës më të madhe, por që me kohë duke parë djem me vajza të reja, njerëz që kanë vizion dhe kanë dëshirë, atëherë gradualisht jemi burru me artë në dorë përballë një armiku që ka të artë fare ka qenë, pra ka qenë përpjekje për jetë vdekje dhe unë e kisha fatin, e kisha nderin edhe të jem ushtar, po në kitën kohë të mbjetoj, pra sepse duke llogaritë që shumë shokë të mi, shumë bashkëpunëtar të mi, kanë dhënë më të shtrejtën, kanë dhënë jetën për ditët e sotit, lavdia shkon gjithmonë për ta, kujtimi dhe nderi është për ta, ne të gjithë së bashku, dikush me armë, dikush duke dhënë bukë, dikush duke hapë istikame, dikush tjetër duke mbështet në forma tjera logjistike, morale, kombëtare, dhe edhe të rrugtimet politike që kulminojnë si sukses ndër breza vlerën e ushtrisë shqiptare të Kosovës nga një epokë okupuese në një epokë të lirë dhe gradualisht deri tek me vetësia shtetit tonë, që sot gradualisht shteti tonë po merr hapat e duhur, po ngritet, po formohet, po sigurohet dhe kulminon me gjithë sukseset më të mira të mundshme mbi këtë vlerë, mbi këto parime, mbi luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe gjithë dëshmorëve të rënë kudo dhe kurdo herë që kanë ra në përpjekje për lirinë e atë dheut, për lirinë e popullit. Po, ndërsa ju po flesni, po i shohim disa nga fotografitë në ekran me uniformën e UÇK-s edhe në atë kohë si 16 vjeçar që i keni bo, fotografi që flasin shumë dhe mjaft mira si kujtim, ndoshta me i pa me familjen edhe me mbajtë, me tregu historinë. Agran, kur e kujton atë kohë, krejt thojmë normal, shoqër që ka kalu edhe shoqër që nuk ka më kthy më, po të duket si periudhë e vështirë dhe ndoshta ke qenë shumë i ri, a ke pas frika, e frikësu ose familjarët prindët tua janë frikësu për ty që ndoshta nuk kime mujt me u kthy gjallë, sikur edhe shumë shokë tu që e kanë dhënë jetën për liri që veç i përmende. Po, në base, sigurisht, e gjithë familja ka qenë në shtresin e asaj frikës, ndoshta një ditë kur të shkoj shtini istikam, nuk do të kthesh më i gjallë, por që në rrethin tonë, vendin tonë, lufta ka qenë pak ma dinamike, dhe ka qenë pak më gjatë se në rrethet tjera, nga se këtu fillon qysh prej 27, 26, 27, 28, nëndorit 97, fillon si luft fuja ballhapur pas daljes publike të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe deri në ditët e fundit, pra merr një periudhë kohore pak më të gjatë se gjithandej, nga se nga këtu shtrihet gradualisht lufta në gjithë territorin e Republikës Kosovës, tashme të Republikës Kosovës, sepse në atë kohë e dim si ishte. Megjithatë, trimnin tregova nuk është që kam pasur në ndaj trimni marramense, jo si Superman, apo... Po si fëmi i bollë është? Ta shkurëshoni gjenerat të rejnë në moshën time, të asaj kohë, shoh që nuk është në gjendje përveç lojnave digitale me voni diçka tjetër, por që neve nga gatujti brumi patriotik, kombëtar dhe liridashës i brezave të mëhershëm, pra nuk sukseset trimia, dhuntit e mia nuk lindin tek unë, ato mbyllen prej pavarësve të mi, prej rrethit, prej asaj që si u shtrujt me xhelozi, gjithë ai patriotizëm, ai vullnet që kur t'japet mundësia, t'japet shansa me kap një armë, sado solide, sado e vogël apo e madhe që të është, me luftu një armik dhe është obligim moral, kombëtar, nështë jo për mu si bashkëmoshatar, me që thatë
ka pas edhe shumë bashkëpunëtorë të tjerë, në të moshës time edhe më të re. Një bashkëpunëtor të mit që ka qenë 14 vjeç, shfrytëzoj rastin ta përmend dhe ta përshëndes Shtrim Duraku, një djalë 14 vjeç ushtar, i cili vërtet kur e shehja, unë borërohesha, se mu do ke sikur la vetja plak, për balë ti që ishte 2 vite pas meje. Pra, djemët e qikat e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë qenë motiv i njëri tjetrit, një brum i gatuar patriotik i gjeneratave tonat më hershme, sepse ushtria lirimtare të Kosovës kulminon mbi një trashëgimi atë dhe dashëse, atë dhe ruse, për mijëra vjet në të lloj armiku në këmbën e çdo të lloj pushtuesi, pra që në përpjekje si për njerëz të kanë ndru jetë në të lloj farforme për me ardhur deri te çlirimi. Pra mendoj që ushtria shqiptare e Kosovës është sublimimi i gjitha luftave tona në përpjekje për çlirim. Fati ishte që të jem edhe unë pjesë e saj, përjetësisht krenar, përjetësisht mirënjohje për çdo luftëtar kudo që ka dhënë kontributet e veta, si ata që kanë ardhur nga Gata, si ne që kemi qenë brenda Kosovës, jemi përpjek me bëma të mirën, fal edhe alatëve tonë ndërkombëtar, cilët asistuan, ndihmuan dhe përkrahen dëshirën, vullnetin dhe të drejtën tonë kombëtare për të qenë i lirë si çdo popull tjetër i botës. Prandaj arrim suksese, uroj që ky vullnet, kjo dëshirë asnjëherë mos të humbë si vlerë e kombit tonë, se të ke funit ne një ditë do të ndrojmë jetë, është proces, është krejtësisht normal. Megjithatë, nëse ruajmë si vlerë, atëherë është aset kombëtar, çdo udhëtar, çdo luftëtare e ushtrisë lirimtare të Kosovës është pasuni e jona kombëtare. Gjithmonë i përule me gjithë atyre që kanë dhënë jetën dhe gjithë atyre që kanë dhënë kontribut për lirinë e Kosovës, edhe jemi gjithmonë falenderues. Agram, po du në fund me të pjesë edhe me të pyet në fund edhe për vajzën, pak për lidhjen tënde me vajzën e vogël. Në fakt, kjo është vajza juaj vetme dhe më e vogla, keni edhe 2 djemë më të mëdhenj, po më duket që lidhjen kështu më të veçantë e keni me vajzën. Tregon pak për lidhjen e juaj. E vërtet, zakonisht ne si prind priremi ashtu që do të thotë vajza të jetë pak më e dashur për babaj, nga se e ndjen atë afërsinë edhe kur e kanë pyet një se marrë do të tregoj si proverb, se çka do ta mësosh djalin dhe çka do ta mësosh vajzën, pra djalin do ta mësoj si ta përdor, këto si të punoj, këto si të bëj, këto pa e vajzën nuk do ta mësoj asgjë, sepse aja do të formohet, do të rritet, do të formohet ashtu siç do vet, ashtu siç do Zoti dhe do të jetë një këshilltare e imja gjithë jetën. Pra, e preka me trupin tim, nga se shumë herë aja më korrigjon, aja më kontrollon, aja mediton mu, vërtet kemi atë afërsinë bab, qik, mjaft mirë, por që nuk mungon edhe djalë babë që e kam afërsinë edhe dashurinë e njëjtë për secilin fëmijë natyrisht, por që me vajzën tash edhe po na lidh rrugtimi jonë. Ajme sa bukur, që shpido këtë vajzës me punu me babën në një serial bashkë me lujt? Perfekt, në vjetë shumë mirë, fillimisht pak kur i kom fanë, si ere ka hezitu, që të vi, natyrisht aja e trema përballë kamerave, përballë asaj se çka do të transformese, po që sistematikisht e ka pa që aja vërtet mund t'jap edhe një kontribut, megjithatë edhe do të thotë e ndjen atë shpirtin artistik edhe brenda një ekipe të mrekullueshme siç janë aktorët në këtë serial që vërtet ka njerëz me vlera të larta, ka shumë ish ushtarë ushtrisë lirimtare të Kosovës, po dhe njerëz artash aktorë të mrekullueshëm e aktorë të mrekullueshme, pra një ekip që të lën shumë, të bën shumë kurioz që sa më shpejt të zbulosh, të gjansh ato dhuntit e tyra artistike, që ka dhe shumë prej profesionistëve ato që japin kontributin, pra është një farë lloj shkolle për ne, është një lloj motivi shtesë se sa duhet t'japëm maksimalisht për një serial ose për një film
që nesër në vazhdim mundet me kanë edhe diçka tjetër. Uroj që produksioni mos në ndaloj vetëm me një, dhe të fillojmë edhe për rrugtime tjera, me ndonjë ide, me ndonjë serial, me ndonjë film artistik, dhe kështu me radhë. Faleminderit shumë, Agron, për këtë lidhje direkte. Po besoj që kemi mu pa tjera herë edhe në studio, pse ju edhe bashkë me vajzën e ju kome ju thirë një ditë. Me plot knatësi, me plot knatësi. Se po besoj ka qenë shkollë dhe s'ka mujtë me qenë e pranishme. Po, sot është mësim, është koha e mësimit, ajo është vajzë është e re. Me thatë, edhe me amin sajnë, edhe me amin tim, edhe juve si staf, po dhe gjithë teleshikusit e TV shtatë, ju uroj një ditë në barë, ju uroj shëndet dhe gjitha pirat që mund t'ja jabë Zoti. Faleminderit shumë, të urojmë shëndet edhe ty, shihemi ditë në barë. Tënk. Miropafshim, faleminderit shumë për këtë direkte, ju përshëndes.